Banorët e fshatit Zvezd në bashkinë Maliq protestuan pas ditën e së dielës duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme për mungesën e ujit të pishëm. Të mbledhur në qendër të fshatit, ata thanë se prej dekadash përballen me të njëjtin problem, ndërsa investimi i kryer së fundmi në rrjetin e ujësjellësit nuk ka sjell furnizimin me ujë për familjet e tyre. Banorët akuzuan bashkinë Maliq dhe institucionet përgjegjëse për mosmbikëqyrjen e punimeve, duke pretenduar se investimi është mbyllur pa dhënë rezultat. Sipas tyre, megjithse janë shpenzuar qindra milion lek për ndërtimin e ujësjellësit, në rubinetat e banesave nuk ka ujë. Ne dim që ja kemi bërë. Me forcat tona, me investimet tona, duke u mbledhur lagje me lagje dhe duke marrë mburimet e fshatit nga lart. Janë ato mburime ku firma të shtovi me pusë dhe s'ka Zvezda ujë. Që në çdo vend të shposh në Zvezdë ka ujë. Dhe ky takim dhe kjo protestë bëhet kot këtu. Për 20 milion lekë që s'do të investoj bashkia. Groposi rreth 480 milion lekë në vet. U tallë me lekët e taksa paguesve fshatar të Zvezdës dhe Gropos në aty dhe nuk pas ka ujë tash. Vetë bashkia për 20 milion lekë do vi. Me qenë se është ky muhabet vetë nësi fshat do hapën vetë 2 puse. Me lekët tona. Ama nuk duam të vim atje të na matë në sahat në ujë. Të paguajmë vetëm taksat edhe ujë të marrë falas, nëse të japën vetë puset. Na kanë thënë që vjet me 25 në dorë Zvezda do lçojë ujë. Po vi 25 në dorë akoma nuk ka ujë në Zvezdë. Për çfarë s'ka ujë në Zvezdë? Por mos flasim për cilësinë, pastaj që me këto që flas bëj përgjegjësi. Është një cilësi mizerabël nga firma e punuese. Banorët thanë se prej vitesh detyrohen të sigurojnë ujë në mënyra alternative, ndërsa gjatë stinës së verës situata bëhet edhe më e vështirë për shkak të temperaturave të larta. Ata u shprehen se një investim që duhej t'i jepte fund problemit, sipas tyre, ka rezultuar i pasuksesshëm. Fshati tonë Zvezda është dhe ka qenë pa ujë. Kur vinë në marrin vota dhe pasaj në bindalje, si të djathtë të majtët. Sot, temperatura ka qenë lartër, jemi pa ujë. Qarë të bëjmë? Është një qedhë një kaq, vjen atje radha këto dhe mata. Sipas protestuesve, mungesa e ujit ka ndikuar drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve. Ata tregojnë se shumë familje detyrohen të zgjohen në orët e para të mëngjesit për të mbushur bidonët në çezmen e vetme që furnizon një pjesë të fshatit. Kemi një çezme të rrjedhshme, e po të vish në orën 3:30 në mëngjes, marrën gratë karocat me bidona edhe janë atje. E po ti shikosh, edhe rrjen atje gratë, dalë me ne burrat pastaj çfarë të bëjmë ne. Edhe jemi zënë edhe jemi rrallë, s'kemi muhabet kur i thonë me njëri tjetrin për ujë. Ka 35 vjet që paguajmë taksa, unë paguajnë 27.000 lekë taksë, vati 55.000. Ku janë këto taksa tona? Ku janë? Edhe nuk kemi asnjë investim në Zvezdë, asnjë rrugë. Ja vetëm kjo. Urat e Zvezda i kemi bërë vetë. Kemi i kanë bërë vetë në lagja toni kemi të kompletuara. Përveç mungesës së ujit, banorët ngritën shqetësime edhe për gjendjen e infrastrukturës në fshat. Ata thanë se rrugët, kanalizimet dhe shërbimet e tjera publike kanë mbetur të pasgjidhura prej shumë vitesh, ndërsa investimet, sipas tyre, kanë qenë minimale. Ka 30 vjet, Zvezda është pa ujë. Pa korrent, na është premtuar. Na është premtuar ujë, na janë premtuar rrugët, na janë premtuar korrenti. Këto janë vetëm mashtrime. U bën 30 vjet. Pesua ikin miliona euro. Është dhe tabela aty. Asnjë nuk e jep tabelën që do dalë. Kush firmë është kjo? Ku janë këta që bën punimet? Kush erdhi të kontrollonte një herë çfarë cilësi u bë? Çfarë cilësi punimesh u bë? U mbuluan me gurë. Nuk kemi ujë fare. Uji u inaugurua para një muaj, uji nuk ka. Ja ku e ke ujin, mos zotri. Ky është uji që kemi, ky është uji. Uji që na solli bashkia. Jo. Këtë na premtuan neve, kryetari i bashkisë. Mashtrime, këtu ka vetëm mashtrime. Gjatë protestës nuk munguan as akuzat ndaj drejtuesve vendor dhe qeverisë. Një prej banorëve tha se edhe pse për vite me radhë kishte qenë mbështetës i Partisë Socialiste, mungesa e zgjidhjes së problemit të ujit e kishte bërë të humbiste besimin tek institucionet. Kam qenë antar i Partisë Socialiste me test. Tani neve protestojmë për ujin e pishëm në radhë të parë. Gjumon e Elbasan neve s'kemi drita. Frynjera Elbasan neve pa drita. Ashtu. Na kam premtuar për rrugët do shtrohen me kaldrem.
javën që vjen, do blokojmë rrugët kryesore, do dalë me zëmblak, do hedhëm bidona me karoca, me zetora, qartë kemi mundësi do t'i blokojmë rrugët. Banorët i bën thirrje Bashkisë Maliq dhe institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për të garantuar furnizimin me ujë të pishëm, duke theksuar se nuk do të ndalen derisa problemi të marrë zgjidhje. Ata paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre do të vijojnë të mbeten pa përgjigje, do të përshkallëzojnë reagimin me protesta të tjera dhe bllokim të akseve rrugore.